Përshëndetje. Sot do të zhvillojmë njësinë mësimore me titull Ndarja e fletëve të planit në shkallë 1:2500, ku qëllimi I kësaj njësie mësimore është të përcaktohen koordinatat, nomenklatura dhe përmasat e fletës së planit në shkallë 1:2500. Si mjetë pune të nevojshme për zhvillimin e kësaj njësie mësimore do të jetë një fletë hamer formatit A4, laps teknik, gomë, vizore, shablon, rapidograf dhe makinë llogaritëse. Për të kuptuar më mirë këtë njësi mësimore, do të shfrytëzohen edhe njohuritë e fituara nga mësimet e kaluara me temë definimi I seksioneve trigonometrike dhe ndarja e fletëve të planit në shkallë 1:5000. Për të fituar fletët e planit të shkallës 1:2500, merret si bazë seksioni trigonometrik, I cili është I përcaktuar nga sistemi koordinativ I zonës 7, I cili është I ndarë në seksione trigonometrike, nga ku është përcaktuar seksioni trigonometrik bazë me nomenklaturë 7/10, të cilin e paraqesim të vizatuar në një shkallë të zmadhuar me qëllim që ta ndajmë në 10 kolona dhe në 10 rrjeshta, të cilët I emërtojmë me numra nga 1 deri në 100, që paraqesin fletët e planit të shkallës 1:2500. Pra, seksionin trigonometrik bazë e ndajmë në 100 fletë të barabarta, të cilët I paraqesin fletët e planit të shkallës 1:2500. Këtu përcaktohet fleta e këtij plani, pra fleta e planit të shkallës 1:2500, si për shembull përcaktojmë fletën me numër 27. Kjo fletë vizatohet në një shkallë më të zmadhuar, ku të kemi mundësi të paraqesim elementet e kësaj flete, të cilët janë nomenklatura dhe përmasat e saj, si dhe koordinatat. Për të llogaritur këto element të fletës së planit në shkallë 1:2500, është të dhënë pika A me koordinatë YA dhe XA. Si fillim, përcaktojmë seksionin trigonometrik bazë se ku bën pjesë koordinata e dhënë. Për këtë, krahasojmë vlerën e koordinatës YA me koordinatat e boshtit Y dhe përcaktohet pozicioni I koordinatës YA. Për shembull, për kolonën E. Pra, vlera YA bën pjesë në intervalin e koordinatave të kolonës E. Po ashtu krahasojmë koordinatën XA me koordinatat e boshtit X dhe përcaktojmë pozicionin e vlerës XA, I cili bën pjesë në intervalin e koordinatave për rrjeshtin e 4. Meqense përcaktuam pozicionet e vlerës YA dhe XA, zgjasim këto dy drejtimet dhe ku takohen këto, përcaktohet seksioni trigonometrik bazë, të cilin e hyjëzojmë dhe e vizatojmë në një shkallë më të zmadhuar me qëllim që të paraqiten elementet që e përbëjnë këtë seksion trigonometrik, siç janë nomenklatura, përmasat dhe koordinatat e kulmeve të seksionit trigonometrik bazë. Këtë
Këtë seksion trigonometrik së bashku me elementet e tij e marrim dhe e vizatojmë në një shkallë më të madhe, siç tham, për ta ndarë në 10 kolona dhe 10 rrjeshta, të cilët i kemi emërtuar me numra nga 1 deri në 100 dhe që përfaqësojnë fletët e planit të shkallës 1/2500. Meqense u përcaktuan fletët e planit, tani llogarisim për masat e këtyre fletëve, ku më konkretisht për boshtin y do të kemi vlerën prej 22.500 metër, që është vlera e përmasës së boshtit y për seksionin trigonometrik bazë, e pjestojmë me 10, që është numri i kolonave, pra 10 kolona, dhe nga ky raport fitohet vlera prej 2250 metër, e cila përfaqëson boshtin y për një flet të shkallës 1/2500, me vlerë prej 2250 metër. Pra vlera e llogaritur përfaqëson boshtin y vetëm për një flet të shkallës 1/2500, ku të gjitha fletat janë të barabarta. Atëherë, meqense përcaktuam vlerën e boshtit y për fletët e planit të shkallës 1/2500, vazhdojmë me llogaritjen e koordinatave në drejtim të boshtit y, ku vlerës fillestare, pra koordinatës fillestare të boshtit y, do t'ia shtojmë vlerën prej 2250 metër dhe kështu llogaritet koordinata për kolonën e parë. Po kësaj koordinate do t'i shtojmë përsëri vlerën prej 2250 metër dhe do të llogarisim koordinatën tjetër, e cila përfaqëson koordinatën për kolonën e dytë, pra koordinatat për kolonën e dytë. Dhe kështu me radhë, duke i shtuar çdo kolone vlerën prej 2250 metër, do të fitohen koordinatat e boshtit y, ku koordinata përfundimtare do të na shërbej edhe si kontroll i llogaritjes së koordinatave të boshtit y, nga ku vlerës prej 475.250 metër do t'i shtohet vlera prej 2250 metër dhe duhet të fitohet vlera e koordinatës përfundimtare. Dhe në këtë mënyrë e mbyllim llogaritjen e koordinatave në drejtim të boshtit y dhe vazhdojmë llogaritjen për koordinatave të boshtit x, ku do të kemi vlerën prej 15.000 metër që përfaqëson boshtin x të seksionit trigonometrik, e cila pjesëtohet me 10, pra 10 tregon numrin e rreshtave tani, dhe nga ky raport fitohet vlera prej 1500 metër, e cila e përfaqëson boshtin x për fletën e planit të shkallës 1/2000, me vlerë prej 1500 metër. Si në rastin e llogaritjes së koordinatave të boshtit y, vazhdojmë edhe në këtë rast për llogaritjen e koordinatave të boshtit x, ku vlerës fillestare do t'i shtohet vlera prej 1500 metër dhe kështu fitohet koordinata për rrjeshtin e parë. Po kësaj vlere do t'i shtojmë përsëri vlerën prej 1500 metër dhe fitohet koordinata për rreshtin e dytë. Dhe në mënyrë të njëjtë vazhdojmë me llogaritjen e koordinatave të boshtit x, duke ia shtuar çdo rreshti vlerën prej 1500 m2 dhe në këtë mënyrë do të llogariten koordinatat në drejtim të boshtit x, ku
vlera përfundimtare do të na shërbej përsëri si kontroll. Tani, meqense u llogariten koordinatat që përfaqësojnë fletët e planit të shkallës 1/2500, krahasojmë koordinatën e pikës së dhënë A me vlerat e llogaritura dhe përcaktojmë pozicionin se ku ndodhet pika A me koordinatat e dhëna. Për këtë, koordinata YA krahasohet me boshtin Y, ku përcaktohet pozicioni i saj, e cila bën pjesë në kolonën e 9, për arsye se vlera YA-s ndodhet në intervalin midis dy koordinatave që përfaqësojnë koordinatat e kolonës 9. Po ashtu krahasojmë edhe vlerën e koordinatës XA me koordinatat e boshtit X dhe përcaktojmë pozicionin e saj, e cila ndodhet në intervalin midis dy koordinatave. Tani, me që përcaktuam pozicionin e pikës A, se ku ndodhet në boshtin Y dhe në boshtin X, zgjaten këto dy drejtimet dhe ku takohen këto, fitohet fleta e kërkuar e shkallës 1/2500. Kjo fletë hiezohet dhe vizatohet në një shkallë më të zmadhuar në mënyrë që të paraqiten të gjithë elementet që e përbëjnë fletën e planit të shkallës 1/2500. Siç janë nomenklatura e saj, e cila tashmë përbëhet prej 3 emërtimeve bazë që përfaqësojnë shkallën 1/25000 dhe numrit 9 që tregon numrin e fletës për planin e shkallës 1/2500. Gjithashtu si element janë përmasat e kësaj flete dhe koordinatat e kulmeve të saj. Gjithashtu, kjo sipërfaqe e shfrytëzuar paraqitet në fletën e planit, ku do t'i ketë dimensionet 90 cm me 60 cm, e cila po ashtu ndahet me rrjet kuadratik me dimensione 10 cm me 10 cm, të cilët i përgjigjen madhësisë prej 250 metër në natyrë, nga ku janë fituar edhe koordinatat e këtij rrjeti. Gjithashtu, kjo fletë, përveç se përmban nomenklaturën bazë, ajo shoqërohet edhe me emërtimin lokal se ku bën pjesë fleta e vizatimit, pra fleta e planit tonë, dhe numrin e kësaj flete. Në këtë rast, kjo fletë ndodhet në qytetin e Strugës dhe në fletën e 9. Pra emërtimi lokal tregon emrin e qytetit se ku bën pjesë kjo fletë. Këtu e mbyllim njësinë mësimore për sot, pra ky ishte shpjegimi. Shpresoj që ta keni kuptuar dhe në fund, si gjithmonë, do të mbyllim me kërkesën e detyrës tuaj, ku kërkohet të vizatojnë fletët e planit të shkallës 1/2500 dhe të përcaktojnë përmasat, koordinatat e kulmeve, si dhe nomenklatura, kur është dhënë pika me koordinatat e njohura. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim në mësimet e tjera.